Respondentët tanë për të parë se çfarë ndodh në dyert e qendrave të votimit. Pikërisht në lidhje tona të drejtë për drejta të parë, do doja që mendimet regjisë të lutem të kishim komunikim me Aldo Mustafën në Durrës, do të kemi Armand Brahon në Korçë dhe Pironase në Gjirokastër. Odetën gjithashtu e kemi e shoh edhe në Wall. Faleminderit gjithë kolegëve për të marrë detajet e menjëhershme. Të lutem, do doja ta nisja më një herë me Aldo Mustafën në Durrës. Aldo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, atëherë siç edhe i votimit, tashmë është mbyllur qendra e votimit ku ndodhemi aktualisht që kërkon me Pallatin e Kulturës në qendër të qytetit të Durrësit, sapo ka mbyllur dyert për të kryer proces verbalet e kutive të votimit, të cilat mbajnë brenda tyre fletët e votimit të vendimit tashmë, pra siç e përmendet edhe ju pak më parë, se cili do të jetë kryeministri i vendit në këtë zgjedhje i rizgjedhur apo një tjetër, një rikthim ndoshta të Berishës. Deri në këtë momente, nga dhënat që kemi nëpërmjet KQZ-s, na bëhet me dije se 39% e votuesve në qytetin e Durrësit kanë marrë pjesë në këtë proces votimi ditën e sotme, por mbetet për të konfirmuar dhe për të shtuar, le të themi, edhe të dhënat që mund të jenë dhe mund të përkojnë me 30 minutat e fundit, pasi ka pasur, le të themi, një fluks në 30 minutat e fundit në disa prej qendrave të votimit në qytetin e Durrësit, ndërkohë që duket se një ndër bashkitë e cila ka pasur një numër më të lartë të votuesish, në fakt ka qenë pikërisht bashkia e Krujës, e cila, le të themi, në nivelin e qarkut ka pasur 48% pjesëmarrje, pra numri më i lartë ka qenë pikërisht në këtë bashki. E qartë, aktualisht në që vend që ndodhesh është mbyllur zyrtarisht, nuk ka më njerëz që presin rradh? Është mbyllur zyrtarisht që në orën 7, pra sapo ora shënë 7, qendra e votimit ku ndodhemi aktualisht pranë Pallatit të Kulturës në qytetin e Durrësit. 3 qendrat e votimit në fakt që përkojnë me ambiente të cilat janë shfrytzuar në këtë godinë janë të mbyllura tashmë dhe ka nisur menjëherë proces verbali për mbylljen e kutive të votimit, që më tej ato dërgohen nëpër Zazët për kallëse ku do të nisi pritet mbrëmjen e sotme, ndoshta të nisi edhe numërimi i tyre. E qartë, përmbledhasi mund të më thuash nëse kanë pasur incidente sot në Durrës dhe të cilat kanë qenë rastet më problematike? Në fakt, përsa i përket situatës së incidenteve në Durrës, mund të përmendim ato të cilat lidhen me pjesën, ose le të themi problematika të cilat lidhen me pjesën e pajisjeve elektronike të cilat nuk kanë funksionuar mirë në disa prej qendrave të votimit, por që këto të fundit janë zgjidhur në një afat të shkurtër kohor dhe është bërë i mundur pra vazhdimi normalisht i procesit të votimit, sa kaq problematika kryesore ka qenë një ndër to, në fakt ka qenë edhe ajo e moslejimit të medjave për të filmuar në qendrat e votimit, ka qenë një problematikë që u hasëm në orët e para të ditës së sotme, por që duket se u ezaurua si problematik, pra dhe më tepër u procedua me mediat me punën e tyre dhe komisionerët me punën e tyre. E qartë, mirë, do të jemi sy e vesh nga Durrësi për të kuptuar edhe kur do të nisë numërimi. Faleminderit për momentin, Aldo.